paralele me forcimin e kapaciteteve për ta sjellë administratën në ditën e sotme të një Shqipërie që të gjithë me të drejtë e pretendojnë. Kështu që ndoshta dy fjalë fundit mbi fazën në cilën ndodhemi sot, fazën shumë kritike të përfundimit të procesit negociatave, dhe faktin që do duhet që të jemi shumë koshient që sfida më e madhe dhe fillon dhe më pas. Nuk është se mbeti gjë pa u thënë në këtë kornizë të këtij diskutimit parë, por unë do ritheksoja domosdoshmërinë e një rritje të vazhdueshme të kapaciteteve teknologjike në administratë. Ne sapo kemi nisur një fazë të re ku janë aktualisht 140 në punës të lartë të administratës, në ministrit tona, që kanë hyrë në një program të inteligjencës artificiale dhe që do të shërbejnë si grupi i parë i një procesi që do të shtrihet pastaj edhe në institucionet e tjera, natyrisht për të rritur shpejtësinë, për të rritur kapacitetin e vendimmarrjes dhe cilësinë e gjykimit në marrjen e një vendimi, dhe për të krijuar në ndërkohë ato që është dhe magjia e inteligjencës artificiale, një dije administrative çdo ditë e më të gjerë për administrimin e proceseve të brendshme të institucioneve dhe për rritjen domethënëse dhe domosdoshme të cilësisë të ndërveprimit mes institucioneve. Besoj që impakti i këtij programi do të fillojë të ndihet jo në një kohë gjatë, do të fillojë të ndihet relativisht shpejt, dhe cilësia e akteve, cilësia e vlerësimeve do të rritet konsiderueshëm, duke na dhënë mundësi njëkohësisht edhe të kemi një monitorim shumë më të besueshëm të çdo procesi të brendshëm të administratës. Besoj që këto të gjitha do të na ndihmojnë shumë edhe në procesin e përmbylljes negociatave, dhe shpresoj që këto të gjitha do të ndihmojnë shumë edhe në atë pikë të dobët që në momentet caktuara bëhet jashtëzakonisht e ndjeshme, që është marrëdhënia e drejt për drejt e qytetarëve me administratën. Shumë faleminderit.